Kryetari i partisë opozitare maqedonase LSDM, Venko Filipçe, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministit Hristijan Mickoski, i cili tha se Maqedonia është viktime e bullizmit klasik evropian dhe politikanë në Bruksel janë të vetëdijshëm për këtë. Me anë të një statusi në Facebook, Filipçe tha se në vend që për 2 vjetë të zbatojë reformat që i kërkon Evropa, Mickoski ofron vetëm izolim dhe fushat anti-BE. Ai tha se mbi 70% e qytetarëve e duan BE-n, ndërsa Mickoski flet për bullizëm dhe lig të parë e të dytë. Kjo nuk është bullizëm, por pasojë mos plotësimit të detyrimeve, drejtësi, liri e mediave dhe luftë kundër korrupsionit. VMRO çdo ditë krijon konflikte me fqinjet, ndërsa kritikave nga Brukseli u përgjigjet me sulme ndaj BE-s. Prandaj nuk ka përparim, prandaj 5 ton drogë kalojnë përmes kufirit Maqedonas pa u ndeshkuar, prandaj gjyqësori dhe prokuroria janë nën kontroll, ndërsa mediat po ngulfaten përmes modelit të Orbanit. Filipçe theksoi se Mickoski dhe VMRO nuk e duan BE-n, por duan të vjedhin në tender pa mbikëqyrje, duke shtuar se kjo nuk është e vlerë europiane, por ai tha se kjo është e vlerë kriminale. Bullizmin e vetëm ndaj popullit të Maqedonisë apo e bëjnë VMRO, grupi organizuar kriminal dhe Mickoski, thuhet në reagimin e kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe.